E të dashur mes tani është koha që të lidhemi me Jehonën, është në një linjë direkte dhe do të ndaj disa informata me ne. Mirëmëngjes Jehonë, çfarë moti është sot në Prishtinë, tash je jashtë aftota jo dhe na i ndaj disa informata të tjera me ne. Mirëmëngjes Agnesa, mirëmëngjes edhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Sa po e shoh tashmë në telefon është 1 gradë Celsius, pra është afër 0 apo afër edhe -1 që pritet të bëhet edhe në orët e mbrëmjes apo edhe gjatë natës. Pasi këto ditë është paralajmëruar, pra që do të ketë edhe temperatura në minus apo ftohtë, megjithatë mua nuk po më duket edhe aq ftohtë, ndoshta jam vesh pak më mirë, kështu që momentin që kemi edhe rroba më të trasha, sigurisht që do e përballojmë edhe më mirë të ftohtit. Megjithatë, këto temperaturat ulta, pra po e sjellin një të mirë, për shkak se kohëve të fundit kemi pasur problem edhe me ajrin apo me ndotjen e ajrit, i cili pra është parë si një rrezik i madh për qytetarët. Tashmë jemi këtu afër matësve dhe po e shohim se për momentin ajri është i mirë, pra cilësia e ajrit në kohë reale në matësit të cilët pra janë të vendosur në shesh, po tregon që kemi një cilësi të mirë të ajrit, pra këto tregohet në 3 gjuhë të ndryshme, pra në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në angleze. Për të gjithë ata pra që edhe ndoshta nuk e folin shqipen apo edhe vizitorët këto që janë. Kështu që fatmirësisht pra e kemi një ajër të mirë, përderisa ndoshta këto ka ndikuar edhe sigurisht që edhe moti, ndoshta edhe temperaturat e ulta në minus që i kemi pasur gjatë natës, e që për momentin nuk i kemi, por këto ditët në vazhdim po pritet që të jemi, pra edhe sipas menaxherit të departamentit meteorologjik në Kans, Sherif Gosualc, i cili përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se në ditët në vijim do të kemi pra acar dhe një fundvit me borë. Pra sipas tij, në ndikimin e presionit të lartë atmosferik, mjekulla do të vazhdoj edhe ditëve në vijim, që do të jetë pra në vendin ton dhe më gjerë. Moti ndryshueshëm dhe me reshje bore pritet në pjesën e dytë të javës që vjen. Pra do të kemi që i bjen edhe në përfundvit borë. Pra zhvillimet aktuale preliminare na paralajmërojnë për një ndërim të motëve me reshje bore dhe acar që mund të përshkohet me temperatura polare deri në -20 gradë Celsius. Pra këto janë parashikimet e vezë zotri Gosualcit, i cili zakonisht bën edhe këto parashikimet dhe që zakonisht është i saktë të shohim, pra dihet që për një kohë të gjatë nuk kemi pasur një vit të ri me borë dhe me temperaturat e ulta. Kujtojmë vitin e kaluar kur ka pasur pra edhe temperatura kohë të larta gjatë fund vitit, e që pra kemi mund të dalim lirë shumë edhe gjatë ndrimit e motëve, ndoshta edhe me bluzat të holla, kështu që këtë vit po shihet që nuk do të kemi këtë mundësi. Sigurisht që është dimër dhe e ka edhe kohën, është edhe koha e duhur edhe për të rëmbor, edhe po ashtu për të rënë edhe temperaturat në minus. Kështu që po shpresojmë që këto temperatura pra të vazhdojnë, të kemi një ajër më të pastërt, të paktën do ja shohim hajrin, themi ashtu. Sa i përket pra kësaj lidhje direkte, këtu në sheshin e Prishtinës, ne po e përmbyllim me kaq, ndërsa juve shikues të dashur, po ju lëm me recetat e lindës, e që pastaj në orën 9 do të shoqëroheni edhe me lajmet e mëngjesit në KTV.